E shfrytëzojmë edhe një element gjuhë, si teknolog, si njohësi mirë i ushqimit, i procesimit. Mjaft shumë kohëve të fundit, sidomos në industrinë përpunuese të qumshtit, po flitet për vajin e palmës. A mund të shpjegoni pak këto? Cilat janë rrethonat përdoruese, cilat janë konsumuese, sa a godet konsumatorin, a se godet, a duhet përdoret, si duhet përdoret, edhe këte, sidomos në industri. Shikoni, derisa të mos kemi reagimet e institucioneve të larta, evropiane, amerikane, për këto çështje ne jemi shumë të vegjël të flasim. Keni njëri që atje përdoret? Po, normal që përdoret, edhe përdoret shumë. Domethënë, voj palmës ka përdorim jashtëzakonisht shumë të gjerë, si në pjekurina, në ëmbëlsira, në fast foodën, në kremra, në eurokremra, në çokolata, të gjitha këto ushqimet që ne i konsumojmë jashtëzakonisht shumë ka përdorim të gjerë. Edhe nuk mundemi të themi ne në Kosovë që voj palmës është kështu, voj palmës është ashtu. Domethënë nuk mund ne ta vlerësojmë. A mendoni që është pak këto shtyrje brylash, jo sportivitet mes kolektivave prodhuese, është me të vërtet për mua është shumë e pakuptimt kur dikush prej Kosovës qohet edhe diçka thot nuk bën ose bën. Ne nuk kemi asnjë laborator domethënës, ne nuk kemi studius shkencëtar domethënës, të cilët mundin të i bëjnë ato hulumtimet thelbësore në lidhje me produktin e caktuar, duke bërë eksperimentime me brejtse, me lep, të ndryshëm domethënë. Do të thotë nuk janë motive të shëndosha ato që nuk dua të jap mendim se çfarë motive janë. Po duhet të them se shumë të vegjël jemi të bëjmë vlerësime të tilla. Dhe përgjithsisht mendoni që Kosova ka instanca që siguron ushqimin, cilësinë, shëndetin e konsumatorit? Po, unë po mendoj se po, me të vërtet po, të gjithë ato që konsumon Komisionin Evropian, në Evropë, në përgjithësi, konsumon edhe në Kosovë. Nuk mundemi ne me qenë në një formë jashtë toksor, në gjitha aspektet me dalë veçantë. Ato që i konsumojnë ata, i konsumojmë edhe ne. Është evidente se diçka nuk është në rregull. Diçka e shfaq kancerin, po sikur njerëzimi ta kishte ditë se prej ka vjen kanceri. Shumë lehtë kishte pas, atëherë do të çeroj. E për çka shërben? Ku përdoret sidomos në industri vaj palmës? Po vaj palmës ka përdorim jashtëzakonisht shumë të gjerë. Në industrinë ushqimore unë nuk e di ku nuk përdoret. Domethënë në në instant kafe, në çokoladë, në eurokrem, në prodhimet konditoreske, të gjitha prodhimet konditoreske që janë. Në ëmbëlsira, të gjitha të ëmbëlsirat që prodhohen në industri përdoret në djathra të ndryshëm, në kaçkavall përdoret shumë lëmi, në shumë ushqime, domethënë pothuajse shumë pak ushqime ka që janë moderne për momentin që nuk e kanë një përmbajtje të vojt palmës. Dihet se është i lirë, por nuk është i lirë voj palmës që është i keq. Është i lirë se e prodhon xhungla, prodhohet në xhungël pa kurrë investim. As nuk është i spërkatët, as nuk është i trajtuar, vetëm njerëzit i mbledhin palmat edhe i prodhojnë fabrikat. Për atë arsye ka çmimin e lirë, nuk do të thotë se ka cilësinë e dobët, e ka çmimin e lirë. Ju lutem. Ato ka institucione profesionale që japin mendimet, japin vlerësimet, i bëjnë eksperimentet për ushqime të caktuara dhe atëherë mbas të mendimit tyre ne e respektojmë se